Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Jeni me diabet. Kjo pije e nxehtë ul sheqerin në gjak. Ja si ta përgatisni. Diabeti tipi 2 mund të duket si një diagnozë maramëndse pasi kërkon që një person të rregullojë aspektet e stilit jetesës për të shmangur kërcënimin e rritjes së nivelit të sheqerit në gjak. Për fat të mirë, marrja e vendimeve më të shëndetshme në dietë mund të ndihmojë në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak dhe provat mbështesin pirjen e çajit të veçantë. Diabeti tipi 2 është një gjendje e rëndë ku insulina që përmban pankreasi juaj nuk mund të funksionojë si duhet, ose pankreasi juaj nuk mund të bëjë insulinë të mjaftueshme. Prodhimi i dobët i insulinës bën që nivelet e sheqerit në gjak të vazhdojnë të rriten, dhe nëse nuk trajtohet, mund të paraqesë rreziqe të mëdha shëndetësore, si sëmundje në zemër ose dhe sulmi në tru. Për fat të mirë, vendimet mbi dietë mund të kompensojnë mungesën e insulinës dhe të sigurojnë një mbrojtje të fortë kundër rritjes së niveleve të sheqerit në gjak. Dhe gjithashtu mund të sjellin shumë përfitime për organizmin tuaj. Disa ushqime duhet të shmangen ose të shkurtohen në mënyrë drastike për të shmangur rrezikun e rritjes së niveleve të sheqerit në gjak. Dhe rregullimi i përgjithshëm i dietës, ushqimet që renditen të ulta në indekset e glicemisë janë më së miri që duhet të shmangen ose të kompensohen me sasi të moderuar për të menaxhuar nivelin e sheqerit në gjak, citon health.com. Gjithashtu, indeksi i glicemisë ose GI matet si një ushqim që përmban karbohidrate ngre glukozën në gjak. Një ushqim me një GI të lartë rrit glukozën në gjak më shumë se sa një ushqim me një GI mesatare ose të ulët. Sipas shoqatës amerikane të diabetit, planifikimi i vaktit me GI përfshin zgjidhjen e ushqimeve që kanë një GI të ulët ose të mesme. Nëse konsumoni një ushqim me një indeks glicemik të lartë, mund të kombinoni me ushqime më të ulta me indeks glicemik për të ndihmuar gjithashtu edhe në ekuilibrimin më të mirë të vaktit tuaj ushqimor. Shembujt e ushqimeve që përmbajnë karbohidrate me një indeks glicemik të ulët përfshin fasulet e thata dhe bishtajat, patatet e ëmbla, shumica e frutave dhe shumë bukë dhe drithra. Përfshirja e pijeve të caktuara me ushqimin tuaj mund të ndihmojë gjithashtu për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak, dhe ulëntimet rekomandojnë të pini çaj kamomili. Ulëntimet që hetojnë përfitime shëndetësore të pirjes së çajit nga kamomili sugjerojnë se vetitet antiinflamatore mund të parandalojnë dëmtimin e qelizave të pankreasit tuaj gjë që ndodh kur nivelet e sheqerit në gjak janë ngritur në mënyrë kronike. Në një studim të 64 personave me diabet, ata që konsumonin çaj kamomili çdo ditë me vakte për 8 javë kishin nivele të konsiderueshme më të ulta të sheqerit në gjak se sa ata që konsumonin ujë. Për më tepër, disa studime sugjerojnë se çaji i kamomilit mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak me një sasi të konsiderueshme dhe gjithashtu mund të jetë i dobishëm në parandalimin e thithjes së sheqerit në gjak, sidomos pasi të keni ngrënë vaktin tuaj të rradhës. Është e rëndësishme që të menaxhoni më mirë shëndetin tuaj duke u kujdesur për atë që konsumoni. Perimet pa nisështe. Mbusheni pjatën me perime pa nisështe. Për njerëzit që janë të rrezikuar nga diabeti është e rëndësishme të rrisni dozën e perimeve. Perimet kanë në përmbajtje të lartë fibra dhe ujë që ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë. Perimet e gjelbra. Të gjitha perimet pa nisështe janë të mira, megjithatë ato me gjethe të gjelbër përmbajnë më shumë vlera ushqyese. Ka një analizë e bërë gjatë studimeve të mëparshme, shkencëtarët britanik zbuluan se konsumi 1.35 racione me perime të gjelbra lidhet me 14% më pak rrezik të zhvillimit të diabetit të tipi 2, krahasuar me konsumin e vetëm 0.2 racione në ditë. Frutat gjithashtu duhet të jenë pjesë e dietës suaj. Frutat janë të mira për njerëzit që rrezikohen nga diabeti, vetëm nuk duhet i konsumoni në formën e lëngjeve ose të smoothie. Drithrat. Konsumi i drithrave bën që nivelet e sheqerit në gjak të rriten më ngadalë pas një vakti dhe të ulet rreziku për zhvillimin e diabetit të tipi 2. Fibrat e drithrat ngadalësojnë procesin e tretjes së karbohidrateve, duke ulur kështu nevojën për insulinë. Drithrat përmbajnë gjithashtu lëndë ushqyese antioksiduese dhe antiinflamatore që ndihmojnë në parandalimin e diabetit. Thjerëzat.
Gjatë një studimi të publikuar në revistën Clinical Nutrition, shkencëtarët ndoqën dietën e më shumë se 300 personave të cilët nuk shfaqën diabet për më shumë se 4 vite. Ata zbuluan se personat me konsum të lartë të bishtajave, sidomos thjerrzat, ishin më pak të rrezikuar nga diabeti. Zvendësimi gjysmë racioni me vezë, bukë, oriz ose patate me thjerrza çdo ditë ndihmon gjithashtu në uljen e rrezikut për zhvillimin e diabetit të tipi 2. Të gjitha llojet e bishtajave, përfshirë këtu thjerrzat, fasulet, bizelet, janë të pasur me fiber dhe janë në një burim shumë i mirë i proteinës. Edhe yndyrnat e shëndetshme janë në një zgjidhje shumë e mirë për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Ashtu si karbohidratet, edhe yndyrnat të ndahen sipas kategorive, cilësi dhe sasi. Yndyrnat e pangopura ndihmojnë në përmirësimin e rezistencës ndaj insulinës. Zgjedhja e burimeve të duhura si frutat e thata, farat, vaj i ullirit, vaj kanoas dhe avokado gjithashtu duhet të kenë kujdes me porcione, duke qenë se yndyrnat janë tepër kalorike. Edhe proteinat e lehta gjithashtu mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një kohë të gjatë. Ato ngadalësojnë tretjen, kështu që niveli i sheqerit në gjak rritet dhe ulet gradualisht pas një vakti. Konsumoni proteina me bazë bimore si fasulet dhe thjerrzat, si dhe mishi, peshku dhe pula. Kështu do të keni përfitime të duhura për shëndetin tuaj në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Për të ndihmuar në menaxhimin më të mirë të sheqerit në gjak, atëherë duhet të jeni më të kujdesshëm me atë që shtoni në dietën tuaj. Ky problem mund të shkaktojë gjithashtu edhe akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë pasohet me një sër simptoma siç janë trobitje fizike ose sëmundje të zemrës. Sipas të dhënave, sipas Brightside, një nga mënyrat për të mbajtur nën kontroll nivelin e sheqerit në gjak është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat trupi i përthith ngadalë janë më të mira sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Brightside, do të mësoni për disa ushqime që rekomandohen për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Drithrat e plota ose buka e elbit. Ndonse shumica e bukës duhet të shmanget, buka prej elbi, ajo prej drithrit të plot të bluar në gur, ka nivele të ulta glicemike. Ato janë të pasur me fiber të cilët ngadalësojnë tretjen dhe stabilizojnë nivelin e sheqerit në gjak. Boronica, rruzh dhe moll. Shumica e frutave ka nivele të ulta glicemike sepse ato përmbajnë shumë ujë dhe fiber. Por niveli i glicemisë mund të ndryshojë në varësi të pjekjes së frutave. Lëngjet e frutave për shembull kanë një indeks të lartë të glicemie sepse shtrydhja largon fibrën dhe në lëng mbetet vetëm sheqeri. Studimet kanë konfirmuar se njerëzit që konsumojnë më shumë boronicë, rruzh dhe moll kanë më pak mundësi të preken nga diabeti tipi 2. Patatet e ëmbla. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta glicemike, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta për më tepër janë të pasur me ushqyes të rëndësishëm për diabetikët. Kosi. Kosi është i vetmi produkt i bulmetit që ulë rrezikun e shfaqjes së diabetit. Kosi bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm për trupin. Tërshëra. Sipas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të sheqerit në gjak. Tërshëra përmban edhe B-glukan. Kjo substancë përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ul yndyrnat në gjak. Megjithatë, diabetikët duhet të mos e teprojnë me tërshërën sepse ajo përmban edhe karbohidrate. Shumica e arrorëve. Arrorët janë të pasur me fiber dhe kanë nivele të ulta glicemie prenën 55. Ato janë të pasur me proteinë me bazë bimore, acide yndyrore, mona të pangopura dhe antioksidant, vitamina, minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietatin e papërpunuar të tyre. Hudhra ndihmon uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës. Rekomandohet që të hahet hudhra e freskët sepse ushqyesit e saj janë shumë të dobishëm. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshëm gjithashtu edhe për diabetikët. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.